Partia Demokratike ka dorëzuar sot në kuvend kërkesën për mbarimin e mandatit të deputetit Rakip Suli, sepse gjendet në shkelje të plot të ligjit për konfliktin e interesit, duke përfituar fonde publike nga OSHE. Milionat që merr çdo muaj nga OSHE sjellin automatikisht pa pajtueshmërinë e mandatit të deputetit të Edi Ramës. Pas denoncimit ton 3 ditë më parë, Suli e pranoi se godina e tij ka kontratë qeraje me OSHE-n, por tha se nuk ka më aksione në këtë biznes. Dokumenti i QKR-s, që ju shfaqet qartazi në ekran, tregon se tashmë aksionet i ka Sajmir Suli, djali i deputetit të Ramës. Ligji 9367, neni 1, pika 1 e nenit 24, ndalon kontratat apo përfitimet me fondet publike për familjarët e deputetit, fëmijët e tij madhor, siç është në këtë rast me djalin e zotit Suli. Ky është rasti përsëritur i abuzimit, i zhvatjes së milionave të parave të shqiptarëve nga deputetët e Edi Ramës. Për këto abuzime, për këto vjedhje, për këtë padrejtësi të pamat, populli është në këmbë. Revolta do ta ndalë shtetin e korruptuar të Edi Ramës. Nesër, në orën 10, në dyert e parlamentit, qytetarët do t'tregojnë se janë ata zot të vendit. Faleminderit.